Një aeroplan I kompanisë Ryanair, I cili ishte nisur nga Selaniku me destinacion Mynihun, u detyrua të kthehej në aeroportin e nisjes të premtën pasi psoi një defekt serioz në motor, ka njoftuar autoritetet greke. Sipas raportimeve gjatë incidentit, një fragment I motorit goditi dhe theu një dritare të avionit, duke lënduar pasagjerin që ndodhej pranë saj dhe duke shkaktuar panik te udhëtarët. Autoritetet sqaruan se pavarësisht shqetësimeve fillestare, nuk ka pasur çarje në trupin e avionit. Ekuipazhi e identifikoi problemin teksa aeroplani po fluturonte mbi Maqedoninë e Veriut dhe vendosi të kthehej menjëherë në Selanik. Pasi pilotët shpallën gjendje emergjente, në aeroport u aktivizuan procedurat standarde të sigurisë. Në gatishmëri u vun zjarfiksit, ambulancat, policia dhe shërbimet e tjera emergjente. 4 pasagjerë u dërguan në spital për trajtim dhe ekzaminime mjekësore. Pas kontrolleve, 3 prej tyre u liruan, ndërsa një person mbeti ende në vëzhgim mjekësor. Ndërkohë, autoritetet përkatëse të aviacionit kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e defektit në motor.